Të bëj një saktësim ose një plotësim se Bledi tha s'ka pas kryeministër që të ketë pas kaq shumë kontakte me operatorë turistik, po s'ka pas në fakt operatorë turistik që të kenë kontakte me kryeministrat, dhe kur po zbrisja shkallët këtu tek kërtiza e turizmit Vlorës, sepse kjo është kërtiza, këtu është hedhur fara e parë e një ambicie për të shkuar përtej asaj që ishte deri në atë moment. Po mendoja eksaktësisht këtë që çka ka pasur këtu kur Lirua ishte pikpushimi ekskluziv, po themi. Edhe kjo nuk është 100 vite më parë. Unë vija këtu te Lirua kur ishim në pozit, apo jo. Unë isha kryetar bashkie, ishim në pozit dhe vija te Lirua, edhe ajo që sot është Lungëmarrja ishte një rrugë me 2 korsi. Dhe në njërën anë ishte deti që shikoi copa se ishte mbushur me ndërtime. Në anën tjetër ishin gropa, llozhura, mbeturina nga ndërtimet e reja, dhe në gjithë vazhdën e ndërtimeve të reja të Lungëmarrjes, katët e para ishin pothuajse bosh, të papërdorura se nuk i blinte njeri. Dhe ishte një restorant që quhej Ideali. Ishte një restorant Ideali. Po, Ideali. Po mirë, Saint-Tropez nuk e quajnë, se Saint-Tropez në shëmbëm se kishte zënë detin. Dhe Bologna e famshme që ishte, kjo ishte Vlora. Ky ishte realiteti. Kjo ishte Vlora para një dekade. Themi të vërtetën se për të bërë Lungëmarrja u deshën vitet e mandatit parë. Dhe sot jemi, shiko sa është zgjeruar tavolina Liro. Atëherë ishim unë e ti këtu që flisim për turizmin, sot po ju them vetëm qa shifra shka marsi tani. Do me thënë, në çdo emër të vendeve prej nga vinë turistët, në mars, krahasuar me marsin e kaluar, se i referohem asaj që tha Bledi për zgjatjen e sezonit, vizitorët nga Italia janë rritur me 10.9, domethënë 11%. Vizitorët nga Shtetet e Bashkuara janë rritur me 45%. Vizitorët nga Gjermania janë rritur me 23%. Vizitorët nga Mbretëria e Bashkuar janë rritur me 22%. Vizitorët nga Spanja me 34%, vizitorët nga Austria me 20%, vizitorët nga Norvegjia me 105%, vizitorët nga Belgjika me 4% dhe vizitorët nga Danimarka me 711% janë rritur. Krahasim me marsin e kaluar, dhe këto janë dhëna nga kufiri. Që do të thotë që unë këtu flas për shifrat e gjithë Shqipërisë, nuk flas vetëm për shifrat e Vlorës, dhe po e kaloj Blendit për të folur më shumë, e pastaj sigurisht që do diskutojmë, se ka ca gjëra që duhet i diskutojmë sot. Urdhë. Atëherë, mirëdita, shumë faleminderit jeni gjithë tu. Do doja në radhë parë ta nisja me një përshkrim pak a shumë për atë që na intereson më shumë, që situata këtu, situata në rajon, situata pak më larg se sa rajoni, sepse ndikohemi, është një sektor dhe një industri që ndikohet shumë, por në një farë mënyrë Shqipëria përsëri për shkak të pozicionit, për shkak të imazhit, për shkak të një alternative që kërkohet sot në tregun e udhëtimit, është në momentin e duhur përsëri dhe është në vendin e duhur përsëri. Kemi një rritje të numrave
të rezervimeve të themi kontraktimeve nga ato shtete që do të pushonin dhe do të udhëtonin tek lindjes mesme, por kemi edhe një element të ri që është i rëndësishëm si vjeti ne duhet ta vlerësojmë shumë fort, që është një numër i madh shqiptarësh që janë duke riplanifikuar pushimet e tyre. Ne e dimë që shqiptarët janë qeflit ndaj me pushimet, ata që i kanë mundësitë dhe shkojnë shumë jashtë shtetit. Ne duhet bëjmë të mundur që ky të jetë edhe viti i një plusi të atyre shqiptarëve që do donin të riorganizonin pushimet e tyre në Shqipëri, në vendin tonë. Dhe kur them shqiptarë të vendit tonë, se shqiptarët e tjerë që janë me pasaportat huaja dhe diaspora, ato nuk diskutohet që vinë e çmallën në vendin e tyre. Një komponent i rëndësishëm janë çmimet e avionëve që ne po e shikojmë dhe po e ndjekim në mënyrë të vazhdueshme, sa na ndikojnë, si mund të riorganizohemi, pra gjithë konektiviteti. Megjithatë janë konfirmuar linjat me Kanada-Amber, para linjë direkte janë konfirmuar 23 linja më shumë me Ryanair, me vende dhe me qytete që nuk e pasur deri tani. Ka një konektivitet në rritje, natyrisht që ka një fluks në pritje shumë më të madh. Ajo që po mundohemi është të organizojmë një shtrirje sa më të madhe të këtij fluksi dhe këtij volumi pritës për punus natyrisht në aeroport në muaj jashtë sezonit të lartë, pra në muajt e tjerë që duhet jenë jashtë sezonit të lartë. Dhe për këtë po punojmë shumë që të kemi një organizim edhe të kalendarit tonë të eventeve, të aktiviteteve, të kongreseve, të festivaleve, të gjithë dinamikës sonë dhe gjallërisë së jetës kulturore dhe të spektakleve dhe të gjithë aktiviteteve në mënyrë që ne ti organizojmë ato dhe jo vetëm ta bëjmë të gjithë jashtë sezonit lartë, por ta bëjmë të gjithë jashtë kryeqendrës që është metropoli Tirana, sepse ka shumë rëndësi që mos zhvillohet çdo gjë në Tiranë. Pra ne duhet të bëhemi të zgjuar, prandaj edhe shumë komponentë rëndësishëm janë ritritet, konferencat, janë ato që hotelet duhet të organizohen mes tyre të koordinohen në mënyrë që njëri ka logjistikën e po themi projeksionit dhe të sallës madhe të konferencës, të tjerët ngjitur me këtë bëjnë akomodimin e atyre që vinë, na duhen shifra më mira që vinë për të qëndruar në Shqipëri. Natyrisht një komponent tjetër i rëndësishëm që do ndaj në kontekst është puna që po bëjmë për ekonominë e detit, që nuk e kemi atë ku duhet, për lundrimin privat, për natyrisht mole dhe gjithë pontile dhe për gjithë situatët që ne kemi. Nuk e di anë keni vënë re se s'para shef në njëri parlament, po përsëri u baltosëm për një politikë që është shumë dinamike, shumë aktive, që ka të bëjë me si themi, zhdërvjetësim më të madhe nga ana e strukturave tona për të lejuar struktura të përhershme, pra mole, pontile, në ato zona ku ka dhe investime strategjike apo investime tjera të rëndësishme, dhe kjo është edhe për të ekuilibruar në kuptimin e kostës investimeve gjithë këto projekte të cilat po bëhen në Bregdet kryesisht. Ne jemi një vend që po ta krahasojmë, kemi sot 0,6 vend parkimi për kilometër, ndërkohë që Franca ka 70 vende parkimi për kilometër vi bregdetare, Italia ka 23 vend parkime për kilometër vi bregdetare. Italia ka mbi 800 marina, Franca ka mbi 500 marina, ne kemi 5 marina. Dhe ky është një moment më të rëndësishëm, ne duhet punojmë se sjell me vetë pastaj mirëmbajtje, punësim, ekonomi tjetër, gjithë industria